Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, salavatet ja dërgojmë të dërguarit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam. Vëllezër të nderuar, jemi në fund të muajit të Ramazanit. Dietarët shëndojnë që kërkohet falje në fund të muajit të Ramazanit dhe shtohet kërkim falja sa më shumë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Sikur që në fund të namazit që kërkojmë falje dhe themi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah për njerëzit. Nëse i marrëm i bashkojmë hadithe të cilët kanë ardhur për muajin e Ramazanit, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Çdo që agjeron në Ramazanin me besim, me iman, të sinqert ndaj Allahut subhanahu wa taala, do t'i falen atij gjunave. Në hadithin tjetër, men qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Çdo që ngritet për falën me iman të sinqert, duke shpresuar shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, do t'i falen ato gjunave. Në hadithin tjetër, men qama lejlatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Çdo që ngritet dhe falet në natën e Kadrit, do t'i falen gjunat atina. Dhe hadithi që ka ardhur tek Aisha radhiyallahu anha, që ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nëse arrin natën e Kadrit, çfarë doje të bëj? Që i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thuaj Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ose ti falës e don falë mua. Këto hadithe të cilat kanë ardhur për muajin e Ramazanit, nuk kuptojnë që besimtari duhet ta shtoj kërkim falën ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe qëllimi i Ramazanit apo çdo të jetë ai që e fiton muajin e Ramazanit. Ai që ka fituar prej muajit të Ramazanit është ai i cili ka thonë i falun prej gjunaheve tina. Ai i cili ka fituar prej Ramazanit është ai i cili ka kaluar Ramazanin dhe Allah subhanahu wa taala e ka falë gjunahet atina. Çka nën kuptojmë me këto vëlla, nëse Allah subhanahu wa taala t'i falë gjunahet tyje, e këto nën kuptojmë nëse Allah subhanahu wa taala t'ka falë ty në muajin e Ramazanit, nën kuptojmë që Allah ta ka dhënë xhenetin e fundit. Ne lutem Allah subhanahu wa taala që Allah ta mundson që dalëm prej këtij Ramazanit me gjunahet të falura.